Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Me një dosje në sqetull dhe me shumë stres në stomak. Nuk ishte era e parë që përballesha me zyra, vula dhe fjalë ligjore që nuk e kuptoja plotësisht, por ishte era e parë që ndihesha kaq e pambrojtur. Çështja ime ishte serioze për mua, një problem që më rrezikonte punën dhe stabilitetin. Kisha nevojë për ndihmë profesionale. Avokati më priti shumë korrekt, kostum i rregullt, zë i qetë, fjalë të zgjedhura. Më la të flisja, i shpjegova gjithçka me radhë. I dhash dokumentet, i tregova frikën time se mos e humbisja çështjen. Ai dëgjonte, bënte shënime, tunte kokën. Në atë moment mendova se kisha bërë zgjedhjen e duhur. Pastaj filloi të ndryshonte toni i zërit. Më tha që çështja është e ndërlikuar dhe kërkonte kohë për kushtim dhe lidhje. Më foli për tarifat. I thash të vërtetën që nuk kisha aq para sa ai kërkonte. Heshti për disa sekonda, më pa gjatë, jo si më parë. Ishte një vështrim që nuk ishte lidhje me dokumentet. Tha diçka të tillë, ka dhe mënyra të tjera për t'u marrë vesh. Në fillim bëra sikur nuk e kuptova fare, i kërkova sqarim. Dhe aty, pa u ngritur zëri, pa fjalë të pista, e tha qartë. Jo me terma të drejt për drejt, por mjaftueshëm sa të mos kishte keq kuptim. Më la të kuptoja se ishte i gatshëm të merrte përsipër çështjen time nëse unë pranoja një kompromis që nuk ishte asgjë profesionale. Pra, nëse shkoja me të. Ndjeva sikur dhoma u ngushtua. Nuk bërtita, nuk qava, por unë piva komplet. Më kaluan shumë mendime për një sekond. Frika se mos humbisja çështjen, turpi, inati, një ndjenjë e thellë padrejtësie. E kuptova që nuk isha aty si kliente. Ai po përpiqej të më shihte si diçka tjetër. I thash jo. Zëri më dridhej, por e thash. U ngrita, mora dokumentet, u përpoq që të ma zbuste situatën. U përpoq ta kthente me shaka, sikur unë po e teproja. Kjo më zemëroi akoma më shumë, sepse e kuptova që nuk ishte hera e parë që ai e bënte. Dola nga zyra dhe u ndala në korridor. Më duhej të merrja frym. U ndjeva e poshtëruar, jo sepse më kishte propozuar diçka të pistë, por sepse e kishte përdorur frikën time, hallin tim, për të përfituar kundrejt meje. Më vonë gjeta një avokat tjetër. Çështja ime vazhdoi rrugën ligjore siç duhej. Nuk ishte e lehtë, nuk ishte as e shpejtë, por ishte më e drejta. Sot kur e kujtoj atë ditë, e tregoj si një histori që ndjej keqardhje më shumë për veten time. Dhe në fakt refuzimi, edhe kur të kushton frikë, është mënyra e vetme për të mos humbur veten.